Në çdo dalje publike kryeministri Edi Rama, ish ministrat e brendshëm që kanë qenë dhe Albana Koçiu që është aktualisht, ish drejtori të policisë dhe Ilir Proda që është në detyrë, policinë e quajnë organizat, ndoshta e quajnë kështu për risi, por në terminologjinë e antikrimit, antimafjes dhe hetimit, organizat quhet një grup i organizuar kriminal, por quhen edhe organizatat e PS, funksional paralel i oficerëve në shërbimin e krimit. Policia ka si funksion shërbimet për sigurinë publike, gjurmimin dhe goditjen e krimit, por de facto ka funksionar dhe efektiv që paralelisht janë përfshirë aktivisht në organizatat kriminale. Këtë e themi sepse duke ju referuar rasteve të shumta të zbulimit dhe arrestimit të oficerëve të policisë së përfshirë në grupe kriminale, lindet drejta logjike për të pyetur ministrin e brendshëm dhe drejtorin e policisë, çfarë organizate është realisht policia e shtetit. 2 ditë më parë u arrestua oficeri i antiterrorit dhe ish oficeri i drejtorisë operacionale të policisë së shtetit, Igli Haxhia, për bashkëpunim me një organizat kriminale të trafikimit të drogës, në rolin e dekonspiruesit të operacioneve. Ai u arrestua në mjediset e Akademisë së Policisë, ku kryente trajnimin për ngritje në detyrë, megjithse prej një viti kishte informacione nga agjencitë partnere dhe denoncime madje se ishte i përfshirë në një rrjet trafiku si informator. 2 javë më parë një atentat në Rina zbuloi se një eksponent i krimit i lidhur me drejtues të PS-s dhe policisë ishte punësuar si oficer në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore pa certifikat sigurie dhe garantonte lëvizjet e mikut të tij eksponent krimi, duke i dhënë informacione policore. Disa pyetje të mbështetura në fakte. Çfarë organizate është policia kur kryepolicit Ilir Proda SPAK i ka sekuestruar telefonin për dekonspirim aksionesh të bandat kriminale, me të njëjtën akuzë si oficeri i antiterrorit Igli Haxhia, drejtori i operacionale Soltion Bistri dhe shefi i krimeve Dedan Gjoni e të tjerë? Çfarë organizate është policia kur drejtori Ilir Proda mban në polici dhe gradon në detyra të larta mikun e tij, Ulian Shpatarakun, shef të hetimit të narkotikëve dhe trafiqeve në Elbasan, të proceduar penalisht për lirimin e një trafikanti droge? Çfarë organizate është policia kur drejtori Ilir Proda është ortak biznesi importi dhe tregtim makinash me trafikantin Ylli Cara? Çfarë organizate është policia kur 70 drejtues të saj në drejtorinë e përgjithshme dhe në strukturat bazë kanë dalë në përgjimet e Sky ECC për lidhje me eksponent të krimit? Çfarë organizate është policia kur drejtuesit e saj hoqën emrin e trafikantit Ervin Mata dhe të Amant Josifit nga lista të kërkimit të Fast Albania, por hoqën edhe emra dhe prova krimesh nga dosjet? Çfarë organizate është policia kur 9 oficerë në Rinas lejonin kalime me dokumente false? Çfarë organizate është policia e shtetit kur drejtues të saj të lartë vjedhin natën databazën e të dhënave sekrete të policisë dhe i vënë në dieni kriminalet? Çfarë organizate është policia kur për lidhje interesash dhe me urdhra politik janë rikthyer në strukturë 218 ish drejtues të përjashtuar për korrupsion, trafik droge dhe lidhje me krimin? Çfarë organizate është policia e shtetit kur drejtuesit e saj kanë ndërprerë procesin e vettingut sepse e dinë se brenda kupolës dhe strukturave të policisë ka drejtues të lidhur me krimin?